Vllaznia e futbollit për femra ka nisur stërvitjet për pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve të Europës, kompeticion ky që skuadra kuqe blu është konkurruese sistematike e viteve të fundit ku ka patur edhe suksese të tilla duke shkuar deri në ndeshjet e grupeve përpara fillimit të seancës stërvitore të zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi. Me futbollistët kuqe blu dhe stafin teknik ka komunikuar për shumë minuta presidenti i klubit të futbollit Vllaznia, Lazar Matia, ndërkohë që më pas skuadra është vënë në komandën e trajnerit Nikolin Leka. Ekipi dita është duke u plotësu me përforcimet që ka bën presidenti Matia dhe normalisht deri ditën e shtunë ekipi do të jeni plot që në fazë paritore të shkojmë sa më mirë dhe plotësuam si ekip. Lëvizjet më të fundit në kampin Shkodran të femrave, sidomos me 8 blerje të reja, pritet të shoqërohen me jo pak vështirësi në harmonizimin e skuadrës, gjë të cilën e pranon edhe vetë trajneri Leka. Për momentin unë nuk i kam pa akoma gjitha vajzat dhe nuk mundem me fol, por gradualisht do t'i shohim dhe do të flasim më vonë në vazhdimsi. Për çdo trajner është e vështirë kur kërkojnë që kur ka lëvizje shumë ekipi, por gjithsesi kjo është puna jonë, kjo është detyra jonë dhe na do të bëjmë punën tonë që na takon. Thjesht përgatisim ta vajza dhe të shkojmë drejt ndeshjeve Champions League sa më në rregull, sa më në formë. Për momentin, futbollistët kuqe blu po stërviten në Shkodër, ndërkohë që më pas skuadra do të spostohet në qytetin e Pukës për të vijuar përgatitjet në klimën e freskët të qytetit verior. Na faktikisht i kemi pas grumuar me vajzat vazhdimisht në Shkodër, në çdo fazë paritore, por si vjet presidenca ka menduar të shkojmë në Pukë dhe duke pa temperaturat e larta që janë këtu në Shkodër, në Pukë normalisht janë temperaturat shumë të ulta si këtu dhe do të na shërbejnë mas mirit për përgatitjen e këtyre vajzave. Do t'i shohim ndeshjet që mund të bëjmë pak e vështira në Shqipëri, por do të shohim që mund të bëjmë në ndeshje miqësore, në ndeshje kontroll që t'i shohim vajzat më mirë. Nuk është tek kollajt, të shkojmë atje ku kena shku, por gjithçka mund të ndodhë, gjithçka mund të pritet, kështu që do t'i shohim gjitha gjërat në radhë.